Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë sonte një histori jashtëzakonisht të dhimbshme, por edhe shumë të bukur. Ndonjëherë Zoti nuk na jep të gjitha, ne jemi njerëz të cilët sfidohemi, jeta na sfidon, përditshmëria na sfidon dhe ne nuk dim t'i shohim gjërat në bazë të gjës që në fakt duhet shikuar. Çfarë do të tregoj tani, çfarë historie do të them? Do të flas për një vajzë e cila është rritur në jetimore, e cila nuk e ka patur bindjen që një ditë do të gjejë nënën e saj, por jo nënën biologjike, por një nënë e cila është vjera e saj, por ju shndrua nëna. Është një histori shumë e dhimbshme, të cilën unë dua ta ndaj bashkërisht me ju. Jam rritur pa e ditur se çfarë do të thot fjala nën. E kam thirrur shumë herë me zë të ulët, në errësirë, por askush nuk më është përgjigjur. Jetimorja ishte shtëpia ime. Muret e saj ishin fëmijëria ime, por njëkohësisht edhe heshtja. Shoqja ime më e madhe ishte jetimorja. Që e vogël mësova të mos pres asgjë nga askush. Mësova të mos të qaja me zë, sepse askush nuk vinte që mua të më përqafonte. Mësova të jem e fortë, jo sepse e doja, por sepse në thelb nuk kisha një zgjidhje tjetër. Në jetimore nuk rritesh, aty mbijeton. Çdo fëmijë kishte një histori të dhimbshme, por në thelb askush nuk e fliste këtë histori. Sytë tanë brenda asaj jetimore flisnin mjaftueshëm. Kur shikoja fëmijët që vinin e i merrnin familjet për vizitat e tyre, zemra ime më bëhej copë. Jo nga xhelozia, por nga pyetja që më diqte shpirtin. Pse askush nuk më do mua? Kaluan vitet edhe unë u rrita me një frikë të madhe brenda vetes. Frikën se nuk do t'isha kur e denj për dashuri. Kur dola nga jetimorja, e kujtoj si sot atë ditë, jeta më priti ftohtë. Pa familje, pa mbështetje, pa një derë ku unë të kthehesha. Vetëm unë dhe një botë që realisht nuk më njihte. Punova gjithçka. Punë që të tjerët nuk i donin. Punë ku më shikonin si dikë pa rënjë. Por nuk u dorëzova. Dhe pastaj erdhi ai. Nuk ishte një princ për rallash, ishte thjesht një djalë i mirë me një buzëqeshje të qetë dhe me një familje që realisht e donte. Më trëmte pikërisht kjo, familja e tij. Sepse unë nuk dija si të isha pjesë e një familje. Kur më kërkoi për martesë, mendova gjatë. Jo për të, por mendova gjatë për ta. Për nënën e tij, për atë grua që do të thërrisja unë vjerë. Në kokën time, fjala vjerë ishte sinonim i frikës dhe i tmerrit. Unë kisha dëgjuar aq shumë histori
për nuse të përbuzura, për vajza që nuk pranoheshin, por edhe për gra që nuk ishin kur mjaftueshëm të mira. E si do t'isha unë, një vajzë nga jetimorja? Në ditën që shkova për herë të parë në shtëpinë e tyre, duart realisht më dridheshin. Zemra më rikte fort dhe ndjehesha sërish ajo vajza e vogël që priste që të gjykohej. Ajo e hapi derën, nuk tha shumë, më pa në sy, por më pa shumë gjatë. Dhe pastaj bëri diçka që unë nuk do të haroj kurrë. Më përqafoi. Jo një përqafim formal. Një përqafim i një nënës. Më tha vetëm kaq, mirë se erdhe bi në shtëpinë tënde. Aty u thye diçka brenda meje. Një mur që e kisha ndërtuar gjatë gjithë jetës. Por prap nuk e besoja. Mendoja se sigurisht ishte momentale, se do të ndryshonte. Pas martesës u përpoqja të isha nusja më perfekte. Të mos të flisja shumë, të mos të ankohesha, të mos të kërkoja asnjë gjë. Por ajo e kuptoi. Edhe një ditë, kur po qaja fshehurazi në kuzhinë, ajo erdhi, edhe nuk më pyeti pse po qaja, vetëm uli pranë vetes edhe më tha: "Ti ke qarë mjaft gjithë jetën. Këtu nuk je më vetëm." Filloi të më mësonte gjithçka, jo vetëm gatime, por jetë. Më mësoi si të rregulloja shtëpinë, si të flisja pa frikë, si ta mbroja veten time. Kur së muresha, rinte zgjuar natën pranë meje. Kur gabonim me burrin, ajo nuk më fajsonte. Na ulte të dyve dhe thoshte: "Familja nuk prishet për fjalë." Për herë të parë dikush më mbronte. Kur mbeta shtatzën u trëmba, sepse nuk dija të isha nën. Kur nuk i kisha pasur ato gjëra. Ajo më mbajti dorën dhe më tha: "Ti do t'jesh nëna më e mirë, sepse e di çfarë është mungesa." Në ditën që linda, ajo ishte aty jo si vjerë, por si nën. Kur mora fëmijën në krah, ajo qau më shumë se unë. Dhe më tha: "Tani zinxhiri i dhimbjes mbaron këtu. Sot kur e shikoj jetën time, nuk jam ajo vajza jetimores, jam një grua, jam një nënë, jam një bi. Ndoshta jo nga gjaku, por nga zemra. Dhe nëse dikush më pyet çfarë mrekullie kam përjetuar në jetë, do të them kam humbur një nënë që nuk e njoha kurrë, por Zoti më dhuroi një tjetër aty ku nuk e prisja. Vjera ime nuk u bë vetëm nënë për mua. Ajo më mësoi se familja nuk është gjithmonë aty ku lind, por aty ku pranohet shpirti yt."